Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Skandali i rrobave. Pas Inës edhe Livia akuzon Brikenën për sendet personale. Debati për vjedhjen apo përdorimin pa leje të sendeve personale brenda shtëpisë së famshme po merr masa gjithnjë e më të mëdha. Vetëm pak ditë pas deklaratave të forta të Inës, një tjetër ish banore ka vendosur të thyej heshtjen dhe të dalë publikisht me akuza konkrete. Bëhet fjala për Livia Lozin, e cila ka shënjestruar drejt për drejt Brikenën për përvetësimin e rrobave të saj. Përmes një postimi në Insta Story, Livia ka publikuar një foto krahasuese ku shihet Brikena brenda shtëpisë duke veshur një fund të bardhë, i cili sipas Livias është i saj. Ish banorja u shpreh se fillimisht hezitoi të reagonte pasi i dukej e ulët të fliste për tema të tilla, por situata ka kaluar çdo limit. Ajo theksoi se përdorimi i sendeve të saj nga Brikena ndodhte që kur ishte brenda shtëpisë, ndonse nuk është transmetuar dhe po vazhdon edhe tani që ajo ka dalë pasi rrobat nuk janë dorëzuar nga produksioni. Sipas saj, Brikena po mban për vete fundin, atletet dhe shumë gjëra të tjera. Por Livia nuk u ndal me kaq, duke e kaluar debatin në një nivel shumë personal. Ajo i rikujtoi Brikenës ofendimet që i ka bërë për pamjen fizike duke paralajmëruar ashpër. I them Brikenës, kur të më ofendosh mua për dhëmbët dhe për gjatësinë, duhet të sigurohesh që mos të përdorësh gjërat e mia dhe mos të futësh duart në valixhen time. Postimet e saj, ajo i mbylli me një ironi duke i bërë thirrje të ketë kujdes me veset pasi nuk shkojnë me imazhin e vajzës së mirë. Ky është rasti i dytë brenda pak ditësh që një ish konkurrente ngre akuza të tilla publike, duke shtuar dyshimet mbi atë që ndodhi realisht në garderobën e përbashkët të shtëpisë më të famshme në Shqipëri.